dua t'i falenderoj të gjithë shqiptarët, ata janë ambasadorët e vërtet. Kjo është një pasuri e madhe e kombit ton, e cila sot ndodhet këtu në Greqi. Pak të mbrezi im të kontribonim në teatrin e operës në Tiranë, ne do t'ishim tani në një nga teatret më të mira në botë, jo vetëm në Europë. Ne sa mbaruam shkollën e baletit, gjithë erdhën pastaj. Një luftë në e vazhdueshme. Kemi arritur shumë gjëra të mëdha në shtetin grek. Sa pare do ti, edhe unë nuk dua të bëjmë lëlësi, ta dish. Të nesme do vëja të gatuaj llaç dhe kisha lënë ëndrrën time, pasionin tim të jetës e kisha lënë jashtë. Roft Lugjeria. Vinin me një letër të vogël që shkruanin Roft Lugjeria. Sa po dëgjonte që nga Shqipëria thoshte janë nga dheu babait tim. Dua t'i ndihmoj të gjithë. Zbulova që ajo paciente ishte mamaja ime. Greqia nuk po na shikon ne sikur jemi të jashtëm. Për çfarë do merrmallim? Për shtëpinë, për fshatin. Rëndone, jo, pesh e mallit, gjithmonë kur gjejmë shqip, mushën se të me lot. Shoku i ngushtë një emigrant ekonomik është leku. Ngeli shkolla pa nxënës, kështu që u detyrova të marr në vend të çansit mësues, të marr çantë tjetër me rroba. Kur nuk je në vendin tënd, nuk është e lehtë. Vetëm, pa ditë gjuhën, pa gjatë. 30 vjet kam këtu, kam qysh në 95, më merr shumë malli. Në qoftë se neve nuk kemi për ta mësuar gjuhën shqipe dhe historia ka për të na ndëshkuar. Breza të tërë do humbasin gjuhën. Të kemi integrimin, por duke u përpjekur shumë që mos kemi asimilimin. Shqiptarët këtu janë të parët, jemi më të mirët. Një pallat pa shqiptarë sikur duket i varfër këtu në Greqi. 17 vjeç që erdha këtu, pa prindrit, edhe vazhdu me jeta me shumë sakrifica. Është një lidhse të duam dy vende, dhe nënën dhe njerëkën. Femra po u fletë nëna, të më vini sa jam gjallë, mos më rrini atë hëna, se u pretë nëna me mallë. Vetëm shqiptarë. Si kalove? Gëzojmë shumë. Gëzohet. Si a ke vënë të ime? Peshku me hala. Mbetet vetëm koska e peshkut. E gjithë mishi hajt prandaj. Jemi në Athinë, duke takuar shqiptar të cilët erdhën si emigrant dhe sot kanë bërë sukses. Këtë herë jemi në një restorant të ngritur nga një çift, Oli dhe Stolia, të dy me origjinë nga Bletëza e Pogradecit. Në mes të Athinës kam zbuluar një super familje, më saktë 2 familje, të cilët janë krushi, që kanë bërë histori suksesi dhe vinë nga fshati Bletas i Pogradecit dhe kanë krijuar një vend pritës, një restorant me prodhime deti, jo buzdetit, por tërë Athina vjen këtu, janë shumë të suksesshëm për 13 vitesh dhe familjet janë me mbiemrin Mingo dhe Pupa. Çifti i ri të martuar prej shumë vitesh, të cilët të dashuruar dhe që puna u ka ecur aq mirë dhe dashuria e tyre ka marrë për masa akoma dhe më të mëdha. Dhe më vjen mirë që i kam mbledhur, këtë vetëm një pjesë e familjes, e veçanta tjetër e këtij restoranti është se gjithë stafi është shqiptar. 25 shqiptar, të cilët Oli bashkë me bashorten i kanë ndihmuar me gjithçka, se sot e shohim bukurën. Fillimet janë këtu e para 13 vjetëve, kur e kemi marrë lokal ka qenë nga zero, nuk ka patur absolutisht as edhe një gjë. Puno, avanco, puno, avanco. Kushdo që vinte, me llafata kanë shtëpinë Buzdetit, nuk ka restorant peshku, thoshte vim ham në Melisja peshk. Melisja është në kilometra tërë, në Mali, bie të borë. Gjithë klientët që vinë me 2 orë me makinë.
Që vinë këtu? Që vinë këtu. Po ku e patë këtë garanciti që do funksiononte? Unë e dhja që do bëjnë kështu në dyqan. E ndjenja. Po nga si? E besoja, këta një besim të papar. Pasioni, ja? Besim të papar. Akoma dhe gjëra në fillim nuk vinin mirë, unë prape e shikoja lokalin në mendjen time si është sot. Si ndjeni sot që vajza juaj, se ju e një prindrit e vajzës, ta sqarojmë këtë gjë, se nuk ka ndarje, si ndjeni sot që gjithçka po shkon shumë mirë në një vend si Greqia? Nuk i lumtur se nuk ka qenë lehtë fillimi. Shumë. Dhe besoni që do mbrini deri në këtë pikë? Jo. Po të dëgjoni çfarë thoshin të tjerit, e kemi hapur në vitin 2012, ku ishte kriza më e madhe që u mbyllën gjithë lokalet. Oli tha unë do ta hapta, edhe i doli për Zot. Bravo i qoftë. Oli dhe Solia kanë marrë shumë çmime vlerësuese në Greqi për një kuzhinë të mirë dhe receta të veçanta. Po motra, çfarë punë bën këtu? Motra tani ka marrë, si thon? Recepcioni, apo më numëron parat? Jo, parat i mbron njeri. Tani ato djalin nuk jali parat kujt, Ja, ndaloj të numërojnë. E qartë. Ato çfarë ke? Atë kunat. Kunat, është vllai djali tjetër i juaj. Po ti me çfarë merresh këtu? Unë jam mbet si kamarier për 10 vitesh. Përgjegjës. E ndihmojnë ça mundën të përgjegjës i vogël. Përgjegjës i vogël. Dhe çuni xhajes më the, ë? Çuni xhajt aty. Kushëri nga ana jon. Kushëri nga, do me thënë tër bletëza na ka ardhur këtu. Ka ngelur njëri në fshat, se na erdhi fshati në Athinë. Na kanë braktisur fshatrat. Disa të tjera ndaj nga Bletasi, po tani nuk janë. Ke prap në Bletasi. Po. Ju paguan mirë, ju paguan mirë për Imba, tani se të punosh me familje është bukur, po nga njëherë është edhe se nuk i bërtet do të tëndi, do me thënë. Si e ke zgjidhur këtë? Unë kam një kështu, një pasion, them, gjithmonë çdo njeri vjen në vendin tim. Si do ndjesha unë, isha në vend punëtorit. Si do ndjesha unë, isha në vend klientit. Po si është të punoj në dy krushqit bashkë? Deri tani kemi shkuar mirë kemi shkuar. Si vëllezër. Qoftë me krushkun, shumë. Bashkë kemi nejnë, në shtëpi kemi nejnë. Sa tanë fëmijë, u tashi, do ndase tashi u rritë në fëmijët, djali vajti 18, qupa i vajti 13, qimës qito leo. Ti ke mbajtur fëmijët? Po. Ti si e marrë fare me restorantin këtu? Jo, një vit ka. Ti ke rritur fëmijët e gjithë familjes? 5 një mbite mbesat. Ka shisa ka një vit ka që do lanë. Po tani, të bëjmë këtë sqarim që greqisht me Lisja përkthehet Bletës. I ka nga Bletasi erdha në Bletës. Po. Kjo ishte rastësore, besoj, nuk ka qenë në llogarit. Kaq guximtar jeni juve të Bletasit që ta hapësh restorant peshku në mal. Unë prisja këtu ndonjë qiq në hell ose në një kec. Vi gjej unë peshk. Ishte një guxim pa logjik. Kushdo që vinte, çfarë bën ky si ka mend, si hapet kjo punë sot, si bëhet. Asnjë, unë i dëgjoj një zbrinjë shamat, pa mam në vete ikin ande pasaj qanjës, se thoshe, me laf të shpenzosh gjithë ato lekë, edhe të mos esish, do të tregosh që po desh Zoti e ndihmoj Zoti. Hajde gëzuar. Po shoku për këtu. Dhe ishte shumë kënaqësi që ju gjeta, që ju zbulova. Edhe për ne ishte kënaqësi. Në kësa mila në himar, në dërmi apo në jal, as në ndër si ke par. Polin e kemi pokradet sarë, kështu që do vemi të liqeni pokradet. Ashta bukur, në Athinës, me ylli bakën. Ne do shkojmë ta bëjmë plazhin vetëm në Shqipëri. Vetëm në Pokradet. Vetëm në Pokradet. Jo, po ka një problem që nuk ka si Shqipëria. Hajde këtu e në Kifisia, po nuk ka si Shqipëria. Shqiptarët këtu janë të parët, ta dish, nga mua. Neve, kudo? Gjithë botën. Po. Jemi më të mirët. Faleminderit shumë, shkoft mbar. Faleminderit. Olin e kemi shumë, e kemi pikë të dobët gjithë. Edhe gjithë shqiptarët këtu kthehen te Oli. Te Oli. Po. Ku do vemi këtë behar? Në Psaragola.
Në Ksamila... Milana i mar... E kapet qiklar. Teoli tash. Pra, Teoli, pra, doli dhe oli tani. Pafshim. Toli, sa emër të bukur që ke. Jeni njohur këtu apo atje? Atje. Atje? Më mundovi. Një vit. Të solli vërdau. Ala, unë kam një gjë që po mos arrita qëllimi nuk e le. Ka edhe një gjë që po s'mundua. S'ka vlerë, kështu që. Po si është të punoni dy bashkëshort në një vend pune? Zireni se puna ka dhe shere. Jemi të shuruar për dy. Kush gatuar më mirë nga ju të dy? Mos gatuaj. Unë numëroj. A, ti numëroj lekat. Ti gatuan. Largohemi nga Çifti, me origjinë nga Pogradeci, për të shkuar në një rrugë të njohur të sufllaqeve, ku pjesa dërmuese që punojnë në këto restorante janë shqiptarë. Këtu jam në rrugën më të famshme të Athinës, ku çdo turist vjen për të provuar sufllaqen e famshme greke. Por ne jemi këtu sepse sufllaqet tashmë nuk i bëjnë më grekët, por i bëjnë shqiptarët. Dhe ne do shkojmë te sufllaqa më e famshme, Thanas, ku na pret një sarandiot, Genti. Na uqa unda nga Roma e sufllaqeve. Kjo është rruga e sufllaqeve, është rruga qendrore e Athinës e sufllaqeve. Po të thuash sufllaqe Thanasi, signifikon Athinë dhe qendrën e Athinës. Është nga lokalet më të njohura dhe në botë, sepse ka një menu të thjeshtë, shërbim shumë të shpejt, por e cilësia është top. Sa vite u bën që punon të Thanasis dhe sufllaqja më e mirë në Greqi? Kisha flok atë, kisha flok. Jo. Kisha flok atë shumë. Të ran flokët këtu, a? Po, i ran flokët këtu në Greqi. Nga Lushnja. Kështu ke ardhur më Genti me flok të zeza kur erdhe. Mos e Petros, po. Pedro, mos të pide dhe ty flokët tu. Jo. Si po ndjesh? Mirë jam. Qa të bëjmë, punoj. I ka të mira sufllaqet tu, a? Po. Shumë të mira. Si u gjende këtu? Mësodi vaj. Në gjatë. Sa vjetë që jenë? 19 vjetë. 19 vjetë. I vogël, bën dhe shkollën apo vetëm punon? Jo, sa parëma shkollën e tha këtu. Burgëroni dhe ju bëftë mirë. I gjithë restoranti është i punësuar nga shqiptarë. Në çfarë viti erdhe në Greqi? Në 94. Po ishte një aventurë se isha 18 vjeç. Se erdhëm dhe ndënjim, mbetëm këtu kaq vite, 30 ca vjet. Ju kanë paragjykuar grekët, për shembull, si shqiptarë që Shikoj, gjithmonë ekziston kjo. Gjithmonë diçka e ndryshme, sjell edhe frikën, sjell edhe pasigurinë te vendasit. Ne jam bërë shumë gjëra, megjithatë kam përshtypjen se duke u treguar karakterin ton, punën ton, qetësinë ton, i kemi bërë reklamën më të mirë edhe atij vendi. Gjithashtu edhe ata që kishin paragjykimet e tyre, me kalimin e viteve, kaq vite që bashkëpunojmë këtu, kanë kuptuar që nuk jemi njerëz me brir ose s'kemi zbritur nga shpellat, po jemi qytetarë si punë e tyre. Si e mendoni curinë e shqiptarëve në Greqi, duke e krahasuar me vitet e përpashme? Ndryshim kolosal. E para një dhe zhvillimi i Shqipërisë na ka dhënë një krenari që të prezantojmë shqiptarë mos të ulim zërin, kur pyesin nga je, nga Shqipëria me zëkullë. Zhvillimi i vendit edhe neve na jep krenari që edhe ne të jemi të përfaqësuar me atë vend. Nga ana tjetër dhe zhvillimi jon këtu në Greqi i ka dhënë një reklam shumë të mirë atij vendi.
Do më thënë, vërtet ambasada shqiptare është institucion, po ambasadorët e vërtet jemi ne banorët e këtij vendi. Tani pak a shumë kemi marrë dhe në institufisht, greke dhe shqiptare, dhe kësë do thotë ju, greke tani do ta kthejmë. Është një lidhë se të duam dy vende, dhe nënën dhe njerëkën, dhe vërtet e them këtë dhe ndjej. Tani Greqia është njerëk e mirë apo e keqe, se ka dy lloj njerëkash? Shiko, përvojat janë të ndryshme të njerëzve. Por, rezume kemi provuar këtu dhe rasizëm, dhe bullizëm, dhe ofendime, po nuk i japim rëndësi sepse nuk i kemi marrë ato gjëra nga njerëz si ne i duam dhe na duan dhe njerëz si kanë një nivel. Ku do të kanë ngrënë? Edhe në Shqipëri mund të ketë rasizëm për një rasizëm. Po shqiptarët kanë ecur goxha. Kanë ecur bashkë me grekët, janë integruar në shoqëri, fëmijët i kanë shkolla me grekët, dhe brezi i dytë akoma shumë më bëhet qefi që rriten bashkë me grekët dhe janë krenar për atë vend, mbajnë emrat e tyre, sepse ne shumë u detyruam të ndryshonim dhe emrat që të gjenim një punë, që mos na kapte policia pa dokumenta. Kurse brezi i dytë besoj se është integruar më së miri dhe nuk kupton asnjë ndryshimi midis grekut dhe shqiptarit, qoftë në shkolla, qoftë në institucione, qoftë në jetë kudo. Në Athinë do të njihemi edhe me një skulptor të njohur që ka bërë emër edhe këtu në Greqi. Ai quhet Ilirian Shima. Ky është një vend i vogël, por që është një diamant, sepse është thjesht dhurata që Iliriani ja ka bërë bashortes së tij Eldës, sepse tashmë të dy bashkë kanë rrugëtimin drejt artit. Për te kësaj dhome që ne shikojmë, Iliriani ka punime të madhësive të ndryshme, ka statuja, ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Greqi dhe në vende të tjera të Evropës me punët e tij. Është vërtet një vend me shumë ngjyra që ka një energji të jashtëzakonshme dhe për më tepër Iliriani, edhe pse erdhi një djalë i ri, arriti të thyente konceptin tek grekët, që arti shqiptar nuk shitet lirë. Ndaj thonin është i shtrenjti. Por sot, pas kaq vitesh, i avleti, qëndrimi i tij dhe punët e tij realisht vlerësohen, jo vetëm nga ana monetare, por edhe nga ana artistike. Dhe për më tepër, në nëndor do jetë edhe ekspozita e jashtëzakonshme e këtij piktori këtu në Greqi dhe në Tiranë gjithashtu. Erdhi një moment që u rritën fëmijët edhe Elda ndjej çik kështu si e paralyzuar në kuptimin e punës e një vepre për shembull që Elda ishte marrë me keramika, duke pas profesorin afër, i mësoi shumë edhe ka edhe atë ndjeshmërinë Elda. Po erdhi një moment që kishte qef që të kishte diçka science të shprej tamam me Elda. Iliriani e ka të lindur energji dhe është i lindur njeri optimist, njeri pa pengesa, pa kufi, dhe që i ka dalë gjithmonë për të mira, sepse një shpirt me një artiste nuk mund ta izolosh, nuk mund ta pengosh nëse ai e ka bërë tek që i buron prej vetës vet. Te e bona vetëm për Eldën. S'kishe për të bëni një galeri, dyqan me fjalë. Kjo është një vitrinë, se zakonisht, të gjitha punimet e Ilirianit janë punime shumë të mëdha dhe me dimension të madh. Jam morë shumë me art dekorativ, me artin e zbatuar. Futem në një shtëpi, për shembull, mbas betonit, e marr shtëpinë siç është, edhe i bëj nga pishinat, nga tavolinat, nga banjet e skalitur e shif poshtë, për shembull. Këto janë
të skalitura. Po, lavaman, ëh? Lavaman. Unë këtu nejta sepse unë dashuroja mermerin. Këtu e pash mermerin për herë të parë, nuk është se njifja, po këtu e preka, këtu e dashurova mermerin. Edhe më majti mermeri. Besoj se nuk mund të them nga më të mirët, sigurt jam nga më të mirët, po jam nga më të apasionumit. E këtë që më majti mermeri, ai mermer majti këtu, që nejta bona familjen edhe akoma po e kupto, me thonë drejtën. Kjo këtu, është një nga veprat e mia më të mira, edhe ky është Homeri. Po ta shihni nga, këtu është një amfiteatër, që tregon shumë, që flet shumë për Homerin, që ishte Homeri. E mbajta shumë thjesht, Homeri nuk shihte, po ishte vetëm mendim edhe historie, kupto, edhe nuk e bëra kështu pa sy. Ku është vënë? Kjo është vënë afër varrit të ti, që është në ishullin Io. U bën fjalë atëherë pse i shqiptar ta bëj këtë dhe jo, ma ishte më e mira, erdhën ma porositën, ndjej me fat që ja kam bë. Homerin ne kemi pas kështu gjithmonë se qysh e kemi studiu qysh të vegjël, qysh në shkollë, e kuptova, na duket sigurisht dhe joni edhe Homeri është i gjithë botës. Si ke krijuar lidhje që grekët të porosisin që Homerin ta bësh ti, mund ta kishin porositur edhe te një artist grek për shembull. Si ke arritur ti të hysh në këtë nivel? Shiftu, nuk janë grekët fanatik në fakt. E kuptoj. Funit kush është më i mira, ajo do fitoj, e kuptoj. Erdhën ma pan, e kisha bë këtë unë. Po, e pan këtë? E pan këtë, i pëlqeu jashtëzakonisht shumë, Ilirian e du, pik, ma porositi. Ka ishte një nga aktivitetet që ne kemi organizuar në kuadër të ditëve të Shqipërisë. Dhe ka qenë aktiviteti i parë pas daljes nga pandemia, dhe ju mund ta imagjinoni se sa të frustruar ishin njerëzit, me çfarë problemesh kishin. Kështu që ne zhvilluam këtë aktivitet në një nga amfiteatret më të njohur këtu në Greqi. Dhe atë natë, aty ka qenë vërtet një valle e çmendur, një crazy piece, siç e ka. Valle shqiptare. Valle shqiptare. Kërceshin si të çmendur. Si të çmendur. Dhe çfarë bëre ti në atë moment? Kape penelin? Jo, unë kisha celulare, se unë doktoroj shumë celulare. Edhe e kam kollaj, që të kem ngjyra me gishtru. Edhe krijoj gjithë këtë situatën, e kuptoj. Ja çoj pastaj Loelis i pëlqeu shumë. Edhe pastaj e zhvillova. Po ka qenë natën kërë, thash hajtë pa ja qëjtë dhe shofin nësër mjes. Jo, unë e kuptova që Iliriani po punonte, po Iliriani nuk e kuptoj pse unë isha zgjuar në orën 2 të natës. Në 2 të natës kë komunikim për këtë vepër. Dhe mua mund duk aq e gjallë dhe aq interesante kjo gjë. Ja tregova aty ku ishim, dhe i pëlqeu shumë. Edhe unë e zhvillova ku shkova në shtëpi, mëse. Dhe do ngelet gjithmonë një kujtim shumë i bukur i asaj dite, po dhe i daljes, i rigjallërimit të gjithë njerëzve. Me çfarë çmimi i blen këtu? Je i kënaqur me vlerën monetare të veprës tënde këtu? Unë zakonisht jam i shtrenjtë dhe më ka dalë nomi qish kur kam marrë në fillim. I shtrenjtë, ë? Më dishin e emrin, edhe më thoshin ai shqiptari i shtrenjtë. Se puna ime është shumë e mirë, në fakt pëlqejet shumë. Qysh atëherë, qysh në fillim se dolën ata që erdhën shqiptarët e na ulën çmimet. Unë isha 2 fish, 3 fish më i shtrenjtë se sa artistët e tjerë, kupton? E kuptoj. Ai sa edhe galeristët kishin, thëshëm, je shumë i shtrenjtë, nuk do shesim gjë, kupton? Shitja, gjithmonë kam shit. Nuk e kuptova kur pse u bë kaq shumë debat për këtë veprën tënde të Nën Terezës. Cili ishte pretendimi i artistëve të tjerë? Debati ishte shumë i mirë, ishte aq vleti shumë për mua, kupton se u njoh shumë. Na e shpjegoj një çik iden. Pse si ke dhënë fytyrë Nën Terezës? Pse e ke bërë të hapur? Pse erdhe në këtë imagjinat? Unë desha t'jap lutjen kënë Nën Terezë, një lutje aq të thellë, aq të mbrëmshme, që shpreh një energji të jashtëzakonshme. E kam majt thjesht në formë, kjo ka dalë, kjo u fut gjithë laboratorin tim, gjithë informacioni i Nën Terezës, gjithë çka unë kam ndjer për Nën Terezën, çfarë kam pak Nën Terezën, u fut në laboratorin tim, edhe e nxorra shumë thjesht për njerëzit. Ç'është kjo hapje? Pikërisht. Kjo është shtrenjtë, Nën Tereza ishte shtrenjtë. U pa ai silueti Nën Terezës, kurrizi, e korrusur, shumë thjesht, trup vogël.
të lindi ideja e pemës së bollëkut? Shumë herë ndjem aq i bollshëm, si më thon, aq i pasur, e kuptoj sa që nuk e maj dot. Edhe kjo në fakt është e dyta si vepër, e para ka qenë skulpturë edhe më morën nga Shqipëria, erdhën më morën. Kjo është e dyta, është bollëku. Kështu që është komplet në shpirti im, është ajo që ka ndjej unë edhe shpreh në një formë caktuar. Siç e shihni, është i pemë që i ka të gjitha. Është një parajsje të tërë, kupton, është me të vërtet çka ndjej unë, si ndjem unë kur jam mirë. Pa çka që unë shumë herë ndjem si çdo artist që ka up and down, e kupton? Po në përgjithësi jam shumë optimist, e tregoj në ngjyrat e mia. Unë kam marrë për skulpturë, e kupton, po kur punosh shumë skulpturë ke nevojë pastaj të bësh diçka që i mungon skulpturës. E çfarë bësh shko e ka pikturën, e kupton, e bë komplet atë të kundërtën, atë që i mungon, e bë, çan ngjyrat, verdhat, kuqe, roz, ngjyra erotike. Shqiptari tjetër që do të takoj është një saradiot, Renato Dimitri, i cili ka bërë emër këtu në Athinë për kuzhinën japoneze. Ai është një shef i shkëlqyer, madje ka fituar edhe çmim këtu në Athinë, dhe në momentin që flasim, ai menaxhon një nga restorantet më elegant, natyrisht edhe të shtrenjtë, të kuzhinës japoneze. Gëzuar. Jama. Jam në një ambient vërtet shumë elegant, me një atmosferë, do thoja, kështu poetike, dhe kam ardhur këtu në Freud oriental, sepse shefi i kuzhinës është një shqiptar nga Saranda, Renato Dimitri, i cili bën spektakël në kuzhinë. Dhe ky vend që ju shikoni, natyrisht ofron një shtresë shumë të kultivuar, që e njohin mirë ushqimin. Ai gëzuar. Gëzuar me një sake. Gëzuar me një sake. Sepse këtu kemi ushqim japonez. Ushqim japonez, po. Po si u gjend një sarandiot në një kuzhinë japoneze? Në mes të Athinës. Duke ardhur si gjithë shqiptarët e tjerë, vite më para, këtu qenë në vitet 1992, me puna të ndryshme duke bërë. Në 1998 kam hyrë për herë të parë në kuzhinë. Dhe aty ndjeva një pasion të veçantë, dhe që aty e filloi rruga ime dhe gjithë kjo karrierë që kam bërë deri më sot. Kjo është një kuzhinë e veçantë në gjithë botën. Gjithë bota e njeh mirë që është kuzhina japoneze, për produktet e cilësinë dhe të gjitha gjërat e freskëta, mund ta themi, domethënë që shërben në kuzhinën japoneze. Edhe kjo është, si ta them, një nga kuzhinat për mua më të mira në botë. Këtu është pjesa më e madhe që vjen në restorantin tonë, është e elitës greke. Disa nga emrat më të mëdhenj, më të shquar të Greqisë, flasim si nga arti, si nga pjesa ekonomike, mund ta quajmë, me thënë që janë milioner, ta themi në këtë lloj mënyre. Edhe po ashtu dhe çfarë janë nga këngëtar të veçantë, shumë emra të gëzuar dhe një herë. Gëzuar dhe një herë. Dhe të uroj punë të mbarë dhe akoma dhe më lartë. Faleminderit shumë.
vjojmë udhëtimin nëpër Athinë. Këtë herë do të njihemi me Andonin, i cili vjen për të na marrë me makinë që të na tregojë suksesin e arritur me produktet shqiptare. Historia e Andonit është shumë e veçantë, sepse ka qenë mësues diku në shkollë fillore, dhe sot Andoni ka furra bukeshit, byrekët i merr nga Lushishet këtu, dhallin e merr nga Shqipëria është këtu, plus bën edhe prodhimet e veta dhe sidomos ëmbëlsirat shqiptare. Andon, çfarë viti i ke nga Shqipëria? Mirë se erdhe të natë parë, të më Greqi. Nga Shqipëria kam ikur në vitin 90. Nga Mali? Kam ikur nga Kospori i Saradës, kam ikur 5 ditë me këmbë, që kisha mësuar pak greqisht edhe më mbajti më shumë për kthyer për shkak se kisha shqiptarë atje që punonin atje te Salla Derra. Dhe një vit, mbas një viti më mori vëllai që kam këtu në Athinë, më tha hajde këtu në Athinë tek unë, të jemi bashkë, edhe erdhëm. Sa e vështirë ishte në fillim për një mësuese, të ishe mësuar me një profesion tjetër, por ndoshta në fillimet e tua është dashur të bësh çdo lloj pune për të mbijetuar. Si kanë qenë fillimet? Si thonë aty qesh popullore, kur vutesh në vallet të mëses. Po, e kërceve vallet deri në fund. Se është e vështirë, po s'kesh edhe. Mas një viti kur erdha këtu në Athinë, që isha me vllajin, vendosi vllai ta të dëgjoj në një furrë buke për të mësuar për punën. Si ndihmës, mas 5-6 vjetë, ai pronari grek që isha aty ishte pësoj një diçka nga zemra. Shkoj për të bërë një operacion zemre, më tha mua, Anton, po kjo mundësi thaj, të punoshit e furra se unë s'ka mundësi vë tjetër, se do bëj operacionin. Mbas 3 vjetë që punoja unë vete, kuptova që tash me vete, kjo e gjithë unë tani i ka mësuar gjitha. Se mos ta bëj ti. Se mos ta bëj vetë për veten time, që ta bie për diçka një furrë tjetër. Edhe gjeta furrën në qirasini, hapa vaza për ditë para furra s'kishte punë fare. Ku të vetëm pak sa pika që më buk jashtë. Nuk e ulëm kokën. U shtrova me punë vaza. Edhe ky zoti sa furra ke sot? Unë para virusit harrita të hapja 7 furra. I hoqja mbas virusit është e vështirë me gjendje tani sa po nuk mund ta kontrollosh dyqanin, nuk mund të jesh edhe nga afër për çdo gjë. Kurse tani në këtë moment kemi 3 furra. Furrat e Andonit kanë marrë vend mes komunitetit shqiptar, pasi këtu gjen çdo produkt që vjen nga Shqipëria. Do të marrë gati do vetë puna këtë. Këtu jemi në një nga furrat e Andonit, sepse Andoni nuk është se ka vetëm një furrë. Dhe sa po ndodhesh këtu, kupton se çdo gjë që ka në Shqipëri i kemi edhe këtu në Athinë. Se Andoni jo vetëm që përgatit ëmbëlsira këtu, por një pjesë të produkteve i merr edhe nga Shqipëria. Mirë se erdhët në radhë parë. Tani do na tregosh gjitha ëmbëlsirat që ke brenda. Patjetër. Hajde shohim. O, paske ballokume, mo Andon. Po këto ballokume nga i ke marrë? Nga i trego tani? Nga Elbasani. Nga Elbasani? Po. I merr Zohira po tani që janë këto tani me rastin e verës, ka marrë ballokumet, ka marrë gurajbiet nga Elbasani, ka marrë kuleshket Peseks, Elbasani. Ingranazhet. I blen këto? I blen sa i shikojnë, i marrë me çanta. E bukur fare. As nuk pyesën fare se sa bën. Nuk e diskutojnë fare për Shqipërinë. Të e pëlqejnë shumë ingranazhet, edhe Shqipëri. Shikoja ato bukët si në Shqipëri. Edhe bukët tona shqiptare. Bukë shqiptare kemi nxjerrur, edhe bukë mirësi kemi nxjerrur. Ua, këto janë byrekët e Lushnjës. Janë dhe me gjizë. Po mirë, si vinë byrekët nga Lushnja këtu? Vinë të ngrirë dhe i pjekën. Çdo gjë tjetër. I pëlqen dot Lushnjës, ë? Shumë jashtë masa i pëlqen, edhe ka shumë raste nga 9:30 darkë që jemi afër për të mbyllur dyqanin, vinë klientë burë, grua me fëmijët, vinë këtu për byreki. I themi ne në këtë orë që po vini nuk ka byreki. Po ne kemi ardhur larg, kemi bërë një rrugë për të ardhur për në byreki. Ju keni mundësi të prisni gjithmonë se s'kem problem, do t'i vendosmë tani byreki, s'ka problem. Po kënë do rrim, edhe gjithsesi marrëm shumë 10 byreki. Nuk duhet ta diskutoj që për 10 byreki se çfarë vërtet i kam. Po vetëm për veprimin që vjen shumë që ai pret për byrekit ka larg edhe është
është gjuna që mos rrit. Dhe I gjerë byrek kur shkoj kërën që e matë atje. Me gjithë mitë për ngërën byrek me medalë. Edhe vetë ata thonë në vend tjetër edhe kështu është njëri mas tjetër, hapet tjetër, ky është njeri kështu. Edhe çdo herë që vinë klientët këta patriotët këta, edhe të kanë kohë, një godë raki, një godë diçka, një mesdej, diçka të qerasur, edhe ata kanë shumë. Ma Andoni. Edhe nuk do vëmë fund tjetër, do vëmë te Andoni. Çfarë e kem vetë nga zemra. Po mirë si të shkoj mundi aty të marrësh byrekët nga lushnja ti shesësh këtu. Sa do rrosh do mësosh kur ton. Si të lindi ideja e byrekëve? Më lindi se gjithmonë më thoshte byrek shqiptar na silli në Tefora. U mundova si fillim që të bëja vetë shumë byrek qytetar, po sa do që të mundohesh që të bësh byreket si I bëjnë atë nga Shqipëria, nuk e bën. Nuk e bën. Pra byreket tona janë më të mira se këta të Greqisë. Nuk diskutohet. Tu jam I kanal grek, vetë grek tu që marr këta byreket. Ka I kulturës duke u dhënë një herë, duke u dhënë një byrek, që shqiptarin një tregësh, I themi të provoj një byrek. Ditën tjetër vjen, nuk e marr shumë emrin se si quhet ti byrek. E thonë, dua të byrek që më dhe dje. Andoni, këtë dyqan e menaxhon së bashku me bashkëshorten dhe vajzën e tij. Vajza ka marrë përsipër gatimin e ëmbëlsirave. Trileshja është ëmbëlsira më e mirë që bëjmë këtu Tefora e Bukës. Të nuk e themi ne vetë, ne që bëjmë. Të e shikojmë nga klientët që nuk vjen dalë ndonjë 150 me 200 trileshje në ditë I shesim çdo ditë tu. Vajza ime shkon në një shkollë të mirë që është këtu në Greqi, një franceze, Lemon. Ne prindërit I kemi thënë që ne duam të bëjmë trileshje që se ka asnjë natin. Kanë shumë patriotë shqiptar edhe ju, kur të marrojmë, pasi të marrojmë, do hani dhe ju trileshje, kanë shumë nga Shqipëria, edhe kanë përdorur, na kanë thënë që bravo qoftë për trileshje që bënin se këtë asë në Shqipëri nuk e gjeni. Bëjmë dhe hashuret. Neve çdo ditë zim hashure dhe I pëlqen shumë të jetë ngrohtë. Këto I kemi mësuar dhe nga gjyshja jonë, se tani këtu në Greqi ka vite, ala ça hanim dhe ne fëmijë, I bëjmë dhe tani. Cilat produkte nga Shqipëria shiten më shumë që I kanë qef njerëzit? Më shumë ikin piperkat e mbushura, sallamrat, ikin shumë anapsiktikat. Anapsiktikat qa janë? Janë pijet freskuse. Pijet freskuse. Po nga brumra qa ikin? Ikin buka misrit shumë, paninet shqiptare, byreket. Ikin, të gjitha ikin, qanë zjerin ikin. Të gjitha ikin? Të gjitha ikin. Nuk ngile gjë? Jo, deri tani. Fura Andonit është bërë shtëpia e emigrantëve të cilët I merr malli për shijet shqiptare. Nuk ishim asgjë, edhe donim tjetonim dhe neve. Dhe këto kur erdhëm na I hidhnin gjedhrat nga balkoni, ne dhe I merrnim, u gëzonim se kishim tanim. Tjetër se na vinte turp dhe unë çifnim prej herë se fëmijë ishim. 17 vjeç erdha këtu, pa prindrit. Edhe vazhdo me jetën me shumë sakrifica dhe kur beti ishte shumë I vështirë për neve. Pa prindër, pa asgjë. Dhe ti thot jep prodhon buk, prodhon ëmbëlsira, prodhon çdo gjë për gjithë atin, për gjithë Greqinë. Edhe falim shumë mos, japim shumë tek sidomos gjyshet që kanë niprat e mbesat që nuk kanë prindrit, I japim, I ruajmë qese kur vim I mbushim. Edhe na thonë, dritë të bardhë të kesh moj vajzë, më thonë. Asa e do me thonë ti nuk e ke haruar vuaj. Jo, nuk harrohen. Ti e pronare. Nuk harrohen ato me asgjë, sa do pronare ato kujton vështirat e jetës që të vazhdosh jetën mos. Se po harrove gjithë vështirësitë dhe kujton të mirat nuk është asgjë ajo, kalimera. Nuk harrohen vështirësitë e jetës, kur? Kush I harron e ka gabim mos ato gjërat. Ajo që nuk harrohet është sidomos gjuha. Dhjetra mësues vullnetarish prej vitesh kanë sakrifikuar kohën e tyre për të mbajtur Shqipen gjallë tek fëmijët e emigrantëve. Ka plot prindër që edhe në shtëpi fatkeqësisht komunikojnë në greqisht. Dhe na vinë fëmijë që nuk dinë asnjë fjalë. Në qoftë se neve nuk kemi për ta mësuar gjuhën shqipe dhe historia ka për të na ndëshkuar. Është thesari më I çmuar që kemi trashëguar ndër breza
dhe neve po e humbëm këtë, kemi humbur emrin shqiptar. Aty ku gjua nuk flitet, ajo është e destinuar të vdes. Në qoftë se një gjuhë nuk flitet, atëherë harrohet edhe identiteti. Për ne kontratat që u lidhen, për të mos qenë më vullnetar, por kemi një shpërblim, është arritje madhe për ne pas gjithë këtyre viteve vullnetarizmi. Në qoftë se do vazhdohet kjo rrugë që është nisur, po nuk do kemi humbjet që prisnim. Humbjet që brezi i ri nuk do jenë më shqiptar, sepse nuk do flasin shqip. Dhe ne këtë kuptuam që e filluam vullnetarizmi, kuptuam që mirë ne erdhëm të mësuar me shqipen, dhe fëmijët tanë që i sollëm të vegjël, po ata të lindurit këtu ç'do bëhet? Breza të tërë do humbasin gjuhën. Duhet patjetër të gjenden mekanizmat që gjuha shqipe të futet si lëndë me zgjedhje të gjuhëve tuaja në shkollat greke. Pse? Sepse vetëm aty fëmijët do jenë brenda orarit shkollor. Në Greqi janë 1/4 popullsisë shqiptare. Atëherë, nga gjithë tepësia e qeverisë kush do ta marri, 1/4 i takon të investohet në Greqi. Dhe për gjuhën shqipe duhet investohet se s'bën dhe të shihet me seriozitet që kjo pjesë e kombit shqiptar mos tiki. Ne si mësues vullnetar të mësimit plotësues të gjuhës shqipe, pjesën tonë e bëm. E sollëm deri këtu gjuhën shqipe. Që nga 90-ta jemi në 2025-ën. Tani radhën e ka qeveria shqiptare. Vetëm me ndihmën e tyre mund të vazhdojmë të ruhet dhe të vazhdohet edhe në breza të tjerë. Komuniteti shqiptar në Greqi funksionon duke nxitur çdo iniciativë dhe duke I bërë bashkë shqiptarët për të kontribuar në integrim, por jo në asimilim. Komuniteti shqiptar në Greqi është një organizëm I cili numëron 20 vjet jetë dhe është njësimi I shoqatave shqiptare në Greqi. Ka një pjesëmarrje prej rreth 30 shoqatave, një shtrirje në të gjithë Greqinë, edhe në ishuj, dhe patjetër që funksionon si një zë I fuqishëm I komunitetit këtu. Në fillimet e tyre shqiptarët kanë qenë njerëzit që ju dedikuan punës sepse duhet të mbijetonin në një shoqëri të tillë, në një shoqëri me mentalitet krejt ndryshe, me zakone të ndryshme, me një gjuhë të panjohur për shumicën prej nesh, duke qenë të dedikuar vetëm tek puna dhe tek familja. Ishte lënë në harres gjithçka tjetër, të paktën çfarë kishte të bënte me mbushjen shpirtërore. Njerëz me ndjesi disi më të veçanta filluan të mendonin organizimin në përgrupime. Kështu lindën shoqatat, shumica janë lokale, shoqata Fieri, shoqata Përmeti, shoqata Korça e tjera, më tepër për integrim, por edhe për të mbajtur disi rrënjët me lidhjen me atë. Përpiqemi shumë për këtë, domethënë të kemi integrimin, por duke u përpjekur shumë që mos kemi asimilimin. Dhe për këtë përpiqen shumë shoqata dhe të gjitha aktivitetet e tyre sillen rreth kësaj gjëje, që ne të kemi edhe pjesën e integrimit duke bërë seminare, duke folur për historinë e vendit këtu ku jetojmë, në këto ambiente madje ku ndodhemi bëhen edhe mësime falas për përfitimin e nënshtetësisë greke. Por nga ana tjetër, patjetër jepet një rëndësie e jashtëzakonshme kurseve të gjuhës shqipe, traditave tona. Se shëntërimi grave të vdekjes. Le të njohim edhe një aktorit që ka bërë emër në Greqi. Atë e takoi në Tiranë, ndërsa punonte për një shfaqje. Si të duke që po interpreton këtë monolog kaq fuqishëm që bën fjalë për një histori të dhimbshme të Kosovës? Ishte një dëshirë shumë e madhe për mua. Nuk është e thjeshtë. Unë mendoja se do vija që të luaja, të interpretoja në shqip dhe do të ndihesha më e lirshme. Me lirshme me fjalë në përgatitje në këto, jo, sepse unë kam 26 vjet, 27 vjet në Greqi. Dhe përpjekjet e mia të parat, kur u lidhëm me Odisen dhe me Naserin, disa ditë bërëm punë online, unë mbylla televizorin, që mos të dëgjoja më greqisht. U përpoqja të bëja një shkëputje që të shtrihet gjua, që të mos ndihet aksanti. Kam emocion. Vështirësitë për një emigrant
ekzistojnë gjithmonë. I ka emigrante dhe ndjem disi mirë kur them unë jam emigrante, vazhdoj të jem emigrante, pavarësisht se mund të jem integruar komplet në jetën greke, por jam një emigrante. Vështirësit, është e vështirë, je një e uaj. Për gjatë qëndrimit tim 5 ditë në Athinë ka qenë një punë e jashtëzakonshme, jemi lodhur shumë. Ambasadorja bashkë me stafin a ka marrë shpirtin, kemi patur një listë të gjatë njerëzish që kemi intervistuar, që kemi takuar, jemi njohur me historitë e tyre të suksesit dhe doja që këtë udhëtim ta mbyllja sërish këtu, pikërisht aty ku filloi. Sepse duhet jemi mirënjohës. Faleminderit, zonja ambasadore. Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur dhe shumë e vështirë, më ke nxjerrë shpirtin. Më mirë të kisha qenë në mal se sa të kisha qenë në Athinë. Unë e kam bërë me shumë kënaqësi sepse komuniteti shqiptar në Greqi e meriton dhe kishte ardhur koha që kjo rubrikë e krijuar nga ne me shumë dashuri të dilte dhe jashtë kufive të Greqisë dhe të vi pikërisht në Shqipëri dhe në televizionin Klan.